është Bibla ime. Dhe është fjala e Zotit. Unë besoj se është e vërteta absolute. Unë nuk besoj në atë që njerëzit thonë për mua. Në atë që djalli ka thënë për mua. Unë nuk besoj dhe thanat e mia. Unë nuk besoj simptomat e mia. Unë nuk besoj ndjenjat e mia. Por unë besoj atë që fjala e Perëndis thot për jetën time. Dhe fjala e Zotit thot: unë jam i bekuar, jam i shëruar, jam i çliruar, jam i gëzuar, jam fitimtar. Dhe në emrin të Jezusit, unë e marr sot, sepse fuqia e ringjalljes që ngjalli Krishti për së vdekurit ndodhet në kishën e tij. Dhe unë jam kisha e tij. Dhe unë e kam këtë fuqi brenda meje. Në emrin e Jezus. Amen. Haleluja. Dhe të japim dorë për vitje Zotit. Ti nuk je kot këtu. Nuk erdhe sepse nuk ishe që të bëje sot. Nuk erdhe sepse dikush të ftoi. Por ti erdhe sepse Zoti donte që ti të vije. Dhe unë besoj që ai ka një mesazh për ty. Ndërsa ishim duke kënduar këngën Merret i librin, unë isha në gjunjë duke u lutur dhe duke u lutur fryma e Zotit më foli këto fjalë dhe besoj që janë për dikë këtu. Jepja Zotit librin e jetës tënde. Nga momenti që ne ngjizemi dhe kur familja jonë merr vesh që ne jemi në barkun e nënës tonë, fillojnë pyetjet e para: dohet djalë apo dohet vajzë? Dhe në kulturën tonë ne për djem të gëzoheshim më shumë, paktën për moshën time, se tani kanë ndryshuar raportet. Por njerëzit duke biseduar fillojnë dhe flasin dhe fjalë negative, të cilat janë mallkime. Madje kur ka pasur raste kur kanë pasur 4 vajza dhe ka lindur e 5 vajzë, e kanë lënë edhe një javë atje në martenitet pa e marrë nënën. Dhe këto nuk kanë qenë gjëra të mira. Ajo që duhet të them është kjo, që shpeshherë kur ne lindim në çerdhe, në kopësht, në shkollë, ka njerëz që vendosin mbi ne fjalë negative. Dhe tek ne pasaj krijohen mendime dhe fortesa që unë jam kështu, unë jam ashtu. Shumë njerëz mendojnë sot që janë të vetmuar, shumë njerëz mendojnë sot që janë të paaftë, shumë njerëz mendojnë që nuk ja dalin dot, u duket vetja sikur ka ngecur diku. Por sot Zoti thot: ma jep mua librin e jetës tënde. Jepja Zotit sot librin e jetës tënde. Dhe Gjoni kur pa që askush në qiell nuk ishte i denjë as për ta parë dhe as për ta prekur librin, libri ishte libri i jetës. Filloi të qante. Por angjulli tha: mos qaj. Pse? Ja, luani i fisit të Judës. Jezusi është qengji kur ne kemi nevojë për mbushëllim, por kur kemi nevojë për fitore, ai është luani. Dhe shikoni, Gjoni e shikonte Jezusin si qengj. Angjulli e shikonte si luan. Ne kemi nevojë në raste të veçanta që ta shikojmë kur kemi nevojë për mbushëllim, për paqe, për mëshirë, për hir, ta shikojmë si luan. Më falni, si qengj. Por ka momente të tjera kur ne duhet të shikojmë fitoren e Zotit jetën tonë, duhet të shikojmë Jezusin si luan. Ai është të dyja, ai është edhe qengj, edhe luan. Dhe është ai që mori në dorë librin dhe çfarë bëri? I theu vullat. Nëse sot ke ardhur i stresuar, nëse ke pasur probleme me frikrat, nëse ke pasur probleme me pasigurinë, me shqetësimin, çfarë do ndodhi me të ardhmen,
sot duhet të them, jepja këtë vull Zotit. Dhe kur Jezusi ta marrë në dorë, ai do ta thyejë atë vull dhe ti do jesh i lirë. Drita, shkëlqimi i Zotit, shënderia e Zotit ka për të shkëlqyer në jetën tënde. Nëse njerëzit kanë vendosur në ty epitete negative, sot është momenti kur ti do t'i thyesh vullat. Jezusi na ka dhënë ne këtë autoritet. Thonë njëri tjetrit, ti je fëmijë i Perëndis dhe ti ke autoritet të thyesh vullat negative. Në emrin e Jezusit, thyej tani. Amen. Haleluja. Lavdi Zotit. Tema e predikimit për sot është fara që jep shumë fryt. Thonë njëri tjetrit. Zoti ka mbjellë në ty farën e tij. Dhe ajo farë ka potencialin e jetës dhe do japi shumë fryt në emrin e Jezusit. Amen. Haleluja. Pra unë thashin ne besojmë në besimin aktiv, por duhet që të flasim me njëri tjetrin, do të aktivizojmë gojën tonë. Kur Isaia pa pamje në tempull, thuhet që shtalkat e tempullit dridheshin me shëndëria e Zotit. Goja jonë do të shqyhet nga mënyra se si ne duhet të flasim për Zotin. Duhet të hapim gojën për të folur. Gjoni kapitulli 12 vargu 24, fjala e Zotit thot, nëse kokra e grurit vdes kur bie në tokë, nuk vdes, nëse nuk vdes, ajo mbetet vetëm, por nëse vdes, jep shumë frut. Tani, isha duke biseduar me një pastor, edhe po më pyeste që a kanë frut këto ungjillizimet që bën ti? Edhe thash, a ke pa në njërë videot e kishës time? Po, tha, a i quni që i bie bateris atje, unë e kam takuar 2 muaj për para u ritakuan Petro, po. 2 muaj për para u ritakuan. Por para 15 vitesh, ku ne kemë bërë një koncert ungjillizimi në Berat, a i ka që në lulishte dhe në mendje kishte do bëj dru. Por të gjoj një herë muzikën, eri herën në parë, iku se shokët e morën, pastaj kur ishte atje prap, se la Zoti, brenda e ktheu, dhe Zoti e ndryshoi dhe transformoi komplet jetën e tij. Kur ai më tregonte dëshminë dhe unë e shkruaja, ai çante dhe unë çaja. Dhe kur po e rishkruaja prapë në kompjuter, po e rregulloja pak, t'ia çoja një miku tim që organizuan koncertet, u preka jashtë mase. Sepse i thonë 15 vite të shkuara. Ti ke predikuar ungjillin, Zoti ka mbjellë farën dhe ajo farë ka mbirë dhe ka prodhuar frut. Dhe ajo që duhet të them është kjo, është shumë e rëndësishme që ne të kuptojmë se Jezusi krahason farën e grurit me ne. Unë jam fara, ti je fara. Por gjëja e parë që duhet i ndodhë farës është procesi i mbirjes. Dhe procesi i mbirjes ka të bëjë me kalbjen ose me vdekjen e farës. Dhe kjo është proces i domosdoshëm për jetën. Nëse fara e grurit t'i erdhë në tokë, nuk vdes, nuk kalbet, nuk mbin. Prandaj është shumë e rëndësishme që ne ta kuptojmë këtë gjë. Jezusi na mëson se kur fara mbillet në tokë, më pas jep shumë frut. Në fillim, kur ne shikojmë procesin e mbjelljes dhe po ta shikojmë farën, ai që nuk ka studiuar biologji ose botanik, nuk e kupton e thot ku zhduk fara. Duket si ku zhduket. Por në të vërtet, ajo hap rrugën për një jetë të re, për një bim të re që më pas do prodhoj shumë frut. Në varësi të tokës ku mbillet, fara e grurit prodhon. Nëse një farë mbillet në një tokë jo shumë të mirë, prodhon 20 deri 30 kokra gruri. Dhe kjo tokë quhet tokë e bartër.
Në një tokë mesatare, shumica e varieteteve të grurit japin 40 deri në 60 kokra. Pra jetë më shumë se sa një kalli. Në një tokë shumë të mirë, disa lloje farash, varietete farash, japin 80 deri në 100 kokra për kalli. Tani gjitha këto shifra që them unë, lexojeni tek shëmbëtyra e mbjellësit, edhe Jezusi të flet dhe t'i jep që ka që da frut, nuk da shumë frut. Prandaj shumë e mirë që ne ta përgatisim zemrën tonë që të mbi fara e Perëndis, të mbi fjala e Zotit në jetën tonë. Më pas ajo jep bim dhe më pas kallin dhe më pas kemi le të themi 100 kuntal për hektar. Ata që kanë studiuar bujqësinë e dinë çfarë po flas. Por të gjithë e dimë se si bin fara. Ne kemi bënë biologji që në klasë të 6 ose të 7 ato me fasule, është njëjti proces. Në farë ndodhet potenciali i jetës. Pra askush nuk mund të thojë që unë s'kam vlerë. Nëse ti beson që je një farë, ti ke potencialin e jetës, sepse Jezusi banon në ty. Kush beson në mua, unë do të banoj në të, thotë Zoti. Është premtim dhe Jezusi nuk i gënjen, ai mban gjithmonë premtimet. Jezusi e dinte parimin e mbjelljes dhe të korjes. Ai dinte se vdekja e tij ishte nevojshme për të sjellë shpëtim për botën. Pa kryqin nuk ka ringjallje dhe pa ringjallje nuk ka shpëtim. Nëse Jezusi nuk do shkonte në kryq, ne nuk do kishim shpëtim. Nuk do kishte ndodhur ringjallje. Prandaj shumë e nevojshme që ne duhet ta kuptojmë. Nëse ne do duam të shikojmë fitore në jetën tonë, ne duhet të lejojmë që disa gjëra në jetën tonë duhet të ikin. Cili është mësimi për ne? Pa sakrificë, pa mohim të vetes tonë, nuk ka rritje shpirtërore. Një besimtar ose shumë besimtar shpeshherë vuajnë dhe nuk shikojnë rritje shpirtërore sepse nuk duan të sakrifikojnë. Nuk duan të kenë vetmohim të egos së tyre. Ne duhet të merremi me egon tonë. Ne duhet të lejojmë Zotin të punojë me dëshirat egoiste, me tundimet tona. Dhe në këtë mënyrë, nëse ne i dorëzojmë egon, tundimet, lakmin në kryq, atëherë ne kemi vdekur për Zotin. Dhe në këtë mënyrë, Krishti do të jetojë në ne. Çfarë tha Gjon Pakzori? Gjon Pakzori vajtën dhe i thanë, ti e pakzove atë çunin, atë zhuririn tënd, por tani ai po mbledh ka shumë dishepuj. Gjoni nuk u ngrit, kush është ky? Që iqet si bostu. Unë jam profeti më i madh. Gjoni e dinte kush ishte. Por Gjon Pakzori tha, ai duhet të zmadhojë dhe unë duhet të zvogëlohem. Gjoni punoi me krenarinë e tij. Shpeshherë krenaria jonë nuk na lë që të ecim përpara. Prandaj ne duhet të lutemi Zotit që Zot, unë duhet të zvogëlohem dhe ti duhet të zmadhohesh. Pyetje, apo zmadhohet Jezusi në jetën tënde çdo ditë? Kur Jezusi merr kontrollin, kur Jezusi merr timonin e jetës tonë, ai zmadhohet. Dhe ai pastaj fillon dhe pastron jetën tonë, dhe ai më pas fillon edhe na çliron. Duhet marrë një shembull nga bujqësia. Kur bujku mbjell kokrën e grurit, ajo duket sikur zhduket në tokë. Dhe njerëzit mendojnë që humbi. Kur unë pranova Jezusin si Zot dhe shpëtimtar në jetën time, para se ta pranoja, kisha shumë probleme në jetë. Kisha probleme me alkoolin, kisha probleme me sherrët, kisha probleme me vjedhjen, me lloj budalliqesh. Por për një farë kohe, unë u zhduka nga shoqëria.
Pse? Fillova të lexoja Biblën. 4 orë, unë sikur për e haja Biblën. 4 orë në ditë lexoja dhe 4 orë lutesha. Qëndroja 8 orë me Zotin. Dhe ky ishte momenti kur Zoti po më pastronte, po nxirrte nga unë gjithë hidhërimin, gjithë vrelin që unë kisha mbledhur. Ka momente kur ti duhet të rriqesh vetëm me Zotin dhe të qëndrosh me Biblën dhe ta lejosh Zotin të ndryshojë ty. Por më pas nis jeta e re. Cilat janë fazat e mbirjes të farës? Kur ti hedh farën në tokë, fara gjë e parë që bën është thith ujë dhe kripra minerale. Dhe gjithashtu fara vetë ka enzima, ka lëndë ushqyese. Por nëse ti hap farën dhe studion, brenda farës ka një gjë që quhet embrion. Embrioni i thith gjitha këto lëngje, gjitha këto lëndët ushqyese, e bëmen farën, fara duket sikur kalbet, dhe më pas lëshon rrenjët poshtë. Pasi lëshon rrenjët, lëshon një kërcel që duket si i bardhë, pa ngjyrë. Dhe shumë shpejt ditën tjetër hapen gjethet e para. Gjethet fillojnë të kryejnë procesin e fotosintezës nga uji dhe kriprat minerale dhe me dritën e diellit, dhe ajo pastaj merr ushqim dhe ne shikojmë klorofilin. Ajo ngjyra e jeshile që ne shikojmë te bimët quhet klorofil. Ka shumë besimtarë që nuk e bëjnë këtë proces, që nuk lexojnë Biblën, nuk luten dhe janë pa ngjyrë. Zoti do që ne të kalojmë në këtë lloj faze që të marrim ngjyrën e dashurisë së Perëndis, të marrim ngjyrën e fitores, të marrim ngjyrën e shërimit, ngjyrën e çlirimit, por ne duhet të jetojmë me ujë dhe me kriprat minerale të Zotit. Ne duhet të lexojmë Biblën, ne duhet të lutemi dhe drita e Zotit vjen në jetën tonë dhe kryen procesin e fotosintezës dhe ne fillojmë edhe rritemi. Nga jeta e përditshme, një nën sakrifikon gjumin, sakrifikon rehatin për fëmijën e saj. Sa nëna ka këtu? Problemi i parë në çift ky është. Nënat shpeshherë akuzojnë burrat që pse nuk rrin natën zgjuar. E kemi dhuntin e burrat do vlem gjumë. Nuk na ka dhënë Zoti këtë lloj dhuntie. Nëna ka më shumë me rak se sa burri. Por pse bën ajo këtë gjë? Sepse do të shikojë jetën e rritjen e fëmijës. Prindërit pastaj sakrifikojnë. Pse? Për të mirën e fëmijëve të tyre. Jezusi pranoi kryqin. Dhe nga ajo sakrificë erdhi dhe ringjallja dhe shpëtimi i shpirtëve. Nëse Jezusi nuk do shkonte në kryq, vllai dhe motra ime, ne kush e di ku do ishim. Fjala e Zotit thot te Galatasë 2:20. Dhe kjo është për kishën. Pali thot, unë kryqëzova bashkë me Krishtin. Dhe tani nuk roj me unë, por Krishti ron në mua. Dhe atë jetë që jetoj tani në mish, e jetoj në staj të birit të Perëndis, që më deshi dhe dha veten e tij për mua. Sakrifica e parë është ajo që Jezusi bëri shkoi në kryq. Sakrifica e dytë është që ne do të marrim kryqin ton çdo ditë. Pse çdo ditë? Se ne tundohemi që ta heqim në një gjatë natës kryqin. Ose në mëngjes. Në çdo moment ne duhet të marrim kryqin e Krishtit. Pali thot madje vishë e Krishtit. Krenar, do vish pak të lutem? Unë zgjolla në të letin. Se është mi gjatë, është pak i letë nga këta çunat e tjerë. Çfarë do të thotë të kryqëzosh i këtu lartë, ktheu me shpinë nga unë, më poshtë, një shkallë më poshtë. Dhe hapi krah. Le të themi që krenari është Krishti. Dhe apostulli i parë thotë, unë u kryqëzova bashkë me Krishtin. Dhe nuk roj me unë, por Krishti ron në mua. Dhe kudo më shkoj me Krishtin.
Prandaj zgjodha çik të lehtë. Se po të kisha zgjedhur Manuelin do më kishte shtypur. Pra, ti dhe unë do të shkojmë me Krishtin kudo që jemi. Shpesher besimtarët thonë që ne e kemi bërë, por në qoftë se do të thoshim që mirë, do shtojmë një studim tjetër Bible gjatë javës. Mos, ku kam kohë. Do shtojmë takim vjetë, do bëjmë gjatë javës tjetër, çdo natë do lutemi. Bo, kjo s'është herezi. Pyetje, a e ke kryqëzuar veten në Krishtin apo jo? Do shkojmë për një gjimizim, mos kam turp. A e ke kryqëzuar veten apo jo? Dhe shumë besimtarë thonë, nuk kam fryt, nuk kam ndikim. Kontrollo pak veten me këtë vargu. A e kam kryqëzuar veten? Sepse është e pamundur që në qoftë se një krishter e kryqëzon veten dhe mos të ketë ndikim. Gjëja më e rrezikshme që mund të ketë një besimtar është kjo, vetmia e farës. Që ti shikon vetëm punën tënde. Nëse fara nuk vdes, thot Jezusi, mbetet e vetme. Nëse je i vetëm, pyetje, ke vdekur? Apo jo? Po diskutoni me Noemin për këtë pastorin që vran, dhe ajo u trën pak, dhe po më shikon dhe janë mua që ndoshta të vrasën ty në një ditë. Se ti shkon predikon në përsheshe, e thash, unë kam vdekur që në 1993. Kjo jetë që jetoj tani, e jetoj në saj të Birit të Perëndis. Shumë besimtarë që lëndohen, që i dhërohen, kam një pyetje. Një i vdekur lëndohet? Çfarë i thanë Jezusit njerëzit edhe djalli bashkë? Zbrit nga kryqi. Nëse një besimtar jeton me lëndime, ka zbritur nga kryqi. Sot duhet të them, i prap në kryq. Kur ti i hipën në kryq, s'ka lëndim që të marrë autoritet mbi jetën tënde. Haroje. Qëndroni në kryq, mos brisni nga kryqi. Të ndihmën që do kemi gjatë gjithë jetës është që djalli do që ti dhe unë të zbresim nga kryqi. Jezusi qëndroi dhe fitoi. Unë do qëndroj dhe do fitoj. Shumë besimtarë zgjedhin të jetojnë vetëm për veten e tyre, duke jetuar sipas qefit, si ja do mendja e tyre. Jo si do fjala e Zotit. Dhe në fund ata përfundojnë të ndihen bosh dhe pa frutë. Egoizmi dhe vetë izolimi shpirtëror janë si një farë e mbetur vetëm. Pa ndikim, pa trashëgimi shpirtërore, njësoj si populli i Izraelit. Zoti e zgjodhi jo që të ishin më të mirë. Në dhjetën e vjetër nëse lexoni, është populli i zgjedhur i Zotit. Në dhjetën e re, Izraeli bashkë me Kishën janë populli i zgjedhur i Zotit. Po pse na zgjodhi që mund të isha më i mirë? Çfarë mendoni që unë jam i miri nga ju të gjithë? Jam i zgjuari? Jo, fare. Po Zoti na zgjodhi ne që të jemi shembull për botën. Zoti e zgjodhi popullin e Izraelit që të ishte shembull, por ata vendosën të mbylleshin në guackën e tyre. Zoti nuk na ka zgjedhur që ne të mbyllemi në guackën tonë, por të jemi dritë për kombet. Jezusi tha, drita nuk fshihet nën krevat ose poshtë batanijës, por vendoset ku mbi shandan që të bëj dritë të gjithë. Nëse nuk do kishim dritë, unë nuk do lexoja dot, kam do dy drita tu, ka 1, 2, 3, 4, 5, 6, sa më verbuan që të lexoj këtu. Prandaj shumë e rëndësishme që ti dhe unë duhet jemi dritë që të shkëlqejmë në këtë botë të errët. Dikush më pyeti, si mund ta bëjmë? 1.
prediko ungjillin, folu njerëzve rreth e qark teje. 2. Tregoje ungjillin me vepra. Shpeshherë ka shumë besimtarë që janë shumë llafazan, por nuk bëjnë asgjë. Atëherë njerëzit kanë nevojë ta shikojnë ungjillin tek ty, që ti të jesh i ndershëm, që ti të jesh i dashur, që ti të jesh i duruar. Nëse ti merr një farë molle dhe vendos në dollap, për mira vjet aty e ke. Por nëse e merr atë farën e mollës dhe e vendos në tokë, ti do kesh një pemë. Dhe pas një peme, ti do kesh një pyll. Si fillon mbretëria e Perëndis? Me një farë sinapi. Fara e sinapit është më e vogla nga gjitha fara. Nuk duket me sy. Po ama kur mbillet dhe bëhet e madhe, dhe ky është procesi që Zoti do të përkishën. Nëse ti mendon që unë jam një farë vogël o pastor, po unë jam 1 në 60 veta, çka ka Zoti me mua? Ke potencialin e jetës brenda teje. Fillo të mbillesh dhe do japësh fryt. Dhe kur themi vdekja e farës ose mbjellja e farës ka të bëjë me dorëzimin. Kur fara dorëzohet, ajo jep shumë fryt. Kur ne i dorëzohemi Zotit në dorën e Tij, ai jep fryt. Shumë njerëz thonë që shiko, ne kemi cilësi në kishën tonë. Po nëse cilësia nuk prodhon sasi, atëherë duhet të vendosim një pyetje, kemi cilësi apo jo? Ti mund të thuash unë di shumë. Ka shumë teolog, po jo them hapur, ka shumë teolog që kanë kokën kaq me njohuri dhe në fund nuk bëjnë asgjë. Nuk e jetojnë ungjillin. Nuk na ka thirrur Zoti për këtë punë. Zoti na ka thirrur që ne ta praktikojmë dhe të jetojmë me fjalën e Zotit. Një mësues punon për një kohë të gjatë me nxënësit e tij, me mundim dhe me sakrificë, por shpesh ai nuk i shikon me një rezultatet. Nëse ne mbjellim një farë, kur mbin, pas një muaj mbin, dhe kur e shikojmë frutin, fillojmë ta shikojmë nga maji, dhe bëhet gati për të korrur kur nga java e parë e qershorit. Do 9 muaj fara e grurit që të prodhojë. Në rastet më të mira ka disa varietete që bëhen 1 në 6 muaj. Po ne po flasim për atë normale. Ka nevojë për kohë që ne të shikojmë ndryshim në jetën tona dhe në jetët e të tjerëve. Por ama si farë gruri, detyra jonë është që të ne të predikojmë ungjillin. Në historinë e kishës, ne kemi plot fara që ka rënë si martir. Stefani është martiri i parë. Kur ata e vranë për shkak të besimit. Ne kishim të djalin që ishte ungjilltar, ata gazetarët po përpiqen ta shesin si aktivist, si ekstremi djath. Pse? Duan të fshehin të vërtetën. Ai ishte ungjilltar, njeri që predikonte ungjillin. Por lavdi Zotit që gruaja e tij tha tani do shikoni. Ajo nuk do marrë hak, por do dalë dhe do predikojë ungjillin. Nga gjaku i martirëve mbillet çfarë? Fruti. Ju duhet ta dini që në tokën shqiptare ka gjak martirësh. Ka njerëz që janë vrarë në kohën e Romës, 100 veta brenda ditës në Durrës, janë prerë koka, vetëm se nuk adhuronin perandorin, por lavdëronin Jezusin. Dhe ky gjak martirësh prodhon frut. Prandaj Jezusi thotë mos keni frikë. Nëse do t'ju vrasin juve, sepse ata mund të vrasin vetëm mishin, por nuk mund të vrasin frymën. Gjaku i martirëve është fara e kishës. Kisha zgjerohet, kisha rritet.
Dhe unë besoj që do ketë një rizgjim në Amerikë. Ka një thirrje që ne duhet ta ndjekim sot. Jezusi nuk e dha këtë mësim vetëm si profeci për veten e tij, por ishte një ftesë për dishepujt. Nëse ti beson që je dishepull i Jezusit, kjo është një ftesë për ty edhe për mua sot. Kush e do jetën e vet, duhet ta humbas. Dhe kush e humbet jetën e vet në këtë botë, do ta ruaj për jetën e përjetshme. Të jetosh për Krishtin do të thotë të vdesësh ndaj krenarisë. Ti thosh krenarisë me rupafshin. Të vdesësh ndaj dëshirave të mëkatit, ndaj lakmisë. Lakmisë për para, lakmisë për famë, lakmisë për seks. Duhet të thosh me rupafshin. Duhet që këto dëshira të kryqëzohen. Ne jemi thirrur të bëhemi fara që vdes për hir të dashurisë së Perëndis, duke besuar se ai do të sjellë frutin e tij në jetën tonë. Fara nuk pyet, a do të jetë e lehtë? Nuk do jetë e lehtë, ta dini. Ajo bie në tokë dhe vdes, por duke besuar në procesin që Zoti ka vendosur, e di që një ditë do japi frut. Ti dhe unë duhet besojmë procesin që Zoti ka vendosur. Ne nuk mund ta caktojmë procesin vetë. Ai është Zoti sovran dhe ai e di më mirë. Ne duhet të besojmë që ne duhet të dorëzojmë jetën tonë tek ai, sepse të duket sikur ti e humb, por pastaj mbas disa vitesh ti do shikosh që ti e ke fituar. Unë kam thënë disa herë që shumë shok kur unë bëra besimtar më thanë iku, humbeti. Kur isha në Amerikë, një shok fëmijërie më merr në telefon para 2 vitesh, i bie që unë kam qenë 49 vjeç në atë kohë, më mori në telefon edhe duke qarë, të kërkoj falje. Pse i thash? Sepse ta po ti u bëre besimtar, unë të kam sharë. Por tha, sot budallaj jam unë. Unë mendova tha që do iki në Greqi, do iki në Angli, do bëj para, etj, por në vend të kësaj shkatrova jetën time. E imagjino tha ti ke djalin, sepse ai më shikon dhe mua me Manuelin në fotografi, ke djalin sot 28 vjeç. Unë nuk e kam filluar akoma jetën time. O duk sikur unë e humba jetën. Por ama e fitova. Mënyra se si bota e shikon gjërat është krejt ndryshe nga ajo që Zoti do t'i bëjë gjërat në jetën tënde. Nëse ti do ta fitosh jetën tënde, lëre dhe dorëzoje në duart e Zotit. Zoti do të bekojë më pas. Si atë e djej. Mua më takon të shkoj në kryqë të lartë dhe të qëndroj atje. Dhe kur ti qëndron në kryq, mbas kryqit çfarë vjen? Vjen ringjalli. Zoti tha, ma jep mua barën tënde, dhe unë do t'i jap timen. Si është bara ime? Bara ime është e rëndë, dhe unë se mbaj dot. Bara e Jezusit është e lehtë dhe unë mund ta mbaj. Prandaj sot unë duhet të nxis që ti të mendosh për këto gjëra. Edhe në qoftë se ke diçka që ty të lëndon, në qoftë se duhet të falësh dikë, në qoftë se ke probleme me emocionet, ke probleme me frikën, ke probleme me depresionin, ke probleme sëmundje, dorëzoja Zotit. Para 2 javësh unë isha shumë keq të kreva, nuk erdha do të asë kish. Marje mensh, nuk qohesha do të fare, qervikare thanë më diqte mund me shpatullave, thash Zotë më jep një varg nga fjala jote. Dhe vargu që erdhi ishte, portat e ferit nuk do të mundin do të ishin time. Edhe më thash mirë Zotë, do harroj dhimbje, do harroj çdo gjë, edhe fillova të shpall vetëm atë. Në fillim nuk ndjeva asgjë. Por ama fillova të bëj mekanikisht.
portat e ferit nuk do ta mundin dot kishën e Zotit. Unë jam kisha e Zotit, trupi im është tempulli i frymës së Perëndis, frymë e shenjtë eja në jetën time, vepro me fuqinë tënde, më shëro. Dhe me njerë forcat filluan të merreshin dhe mbas dite unë çova në kam. Kam një moment që sikur më vjen vërdall diçka, sepse djalli nuk do largohet me një herë. Ai do vi do të sulmoj gjithmonë. Por ama ti ke autoritet. Unë shpallë portat e ferit, nuk do ta mundin kishën e Zotit. Trupi im është tempulli i frymës së Perëndis. Prandaj do të jemi aktiv çdo ditë. Kërkoj Zotit që t'japi ty një varg që ti të qëndrosh fort në besim për problemin që ke sot. Mbase mund të funksionojë ky vargu im, po ka vargje të tjera plot Bibla që mund të funksionojnë për jetën tënde. Le t'i ulim koka dhe le të lutem. Thuaj pas me, Zot Jezus, unë të falenderoj për mësimin tënd, për fjalën tënde. Unë nuk duhet të mbetem një fare vetëve. Unë të falenderoj që jeta ime ka vlerë për ty. Faleminderit për sakrificën, për dashurinë tënde. Faleminderit që ti vdiqe në kryq dhe ti u ringjalle, Zot. Sot në emrin e Jezusit, unë vi dhe dorëzoj jetën time. Unë dorëzoj rrethanat e mia, mendimet, ndjenjat, emocionet, dua t'i lë ato tani te këmbët e kryqit. Zot Jezus, sille frymën e shenjtë dhe më mbush plot. Unë të falenderoj që ti u ringjalle për së vdekuris dhe në emër të Jezusit unë thyj çdo vull negative. Unë shpall që jam i lirë. Unë jam transferuar nga mbretëria e errësirës në mbretërinë e dritës. Unë jam i bekuar dhe jam i shëruar në emrin tënd të shenjtë. Gëzimi jot është forca ime. Unë kam gëzim në emrin e Jezus.